Mirëmbrëma gjithëve, jemi si çdo të diel këtu në Ekozon në Vision Plus. Teksa Kuvendi ka nisur diskutimet maraton për buxhetin e vitit 2026, Fondi Monetar Ndërkombëtar në konferencën përmbledhëse për shtyp apeloi për një reformë të mirëfillt në tregun e punës si një nga rrugët për të rikthyer të larguarit në vend, por njëkohësisht shpreu dhe rezerva për paqen fiskale të prezantuar nga qeveria. Tetori ka shënuar një rënje të lehtë të inflacionit në vend, duke arritur në vlerën e 2.3%, por pavarësisht kësaj tendence, grupi i qerave, lëndjekse dhe energji vazhdon të jetë grupi me rritjen më të lartë të çmimeve. Ndërkohë, Banka e Shqipërisë argumenton se kjo rritje e tregut të qerave vjen si pasojë edhe e zhvlerësimit të monedhës europiane në treg, por njëkohësisht edhe për shkak se shqiptarët po japin gjithnjë më shumë banesat e tyre me qera afat shkurtra në platformën konkrete, pra Airbnb. Këtë javë në Shqipëri u zhvillua dhe konferenca globale e organizatës botërore për atë mbikëqyrjes së siguruesve. Kryeministri e vuri theksin tek rëndësia e zgjerimit me mbulim dhe sigurim për biznesin e vogël dhe familjet me të ardhura të ulta. Ndërkohë, në emisionin e sotëm, si kundër përmenda, do të flasim për diskutimet maraton, pra që ka nisur në komisionet parlamentare për projekt buxhetin e vitit 2026. Në fakt, nëse do t'i referohemi të dhënave, buxheti i vitit të ardhshëm kap shifrën e 8.9 miliard eurove nga 8.3 që kemi buxhetin aktual me aktin normativ të miratuar së fundmi. Ndërkohë, për sa i përket të ardhurave, në vitin e ardhshëm nga taksat dhe tatimet do të mblidhen 8.2 miliard euro. Por si do të ndahen këto para? Kush do marri më shumë para dhe a do shkojnë ato tek përmirësimi i jetës së qytetarëve? Në fakt, nëse do të referohemi të dhënave, këto janë disa nga treguesit kryesor të buxhetit për vitin e ardhshëm. Parashikohet që në vitin e ardhshëm të kemi një rritje ekonomike prej 4%, investimet publike do të kapin një shifër rekord që arrin në 6.5% të prodhimit të brendshëm bruto, do të ketë një rritje të pagave dhe indeksimi do të kryhet për herë të parë në nivelin 2.5% të pagave, parashikohet rritje, por edhe indeksim i pensioneve në masën dhe është parashikuar pra një fond prej 100 milion eurosh për rritjen e pensioneve, që sekundër ka premtuar dhe kryeministri do të nisë rritja nga janari vitit të ardhshëm, ndërkohë që është parashikuar pra që paga minimale të arrijë në 500 euro nga janari i vitit 2026. Por kush nga ministri do të marri më shumë para në vitin e ardhshëm? Shohim që në vend të parë do të jetë Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale me një fond prej 82 miliard lekësh e ndjekur nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, e cila ka edhe peshën më të madhe të investimeve publike. Më pas vjen Ministria e Arsimit me 64 miliard lekë dhe më pas ajo e Ekonomisë, Ministria e Brendshme, e Mbrojtjes, e Bujqësisë dhe e Drejtësisë. Pra e thënë ndryshe 1 në 3 lekë në vitin e ardhshëm do të shpenzohet pra dhe do të shkojë për mirëqenien sociale. Ne do të analizojmë në emisionin e sotëm treguesit e buxhetit të shtetit, a është ky një buxhet për qytetarët dhe a do të ketë një mirëqenie të shtuar në vitin e ardhshëm për të gjithë ne, për të gjitha këto na ndiqni në emisionin e sotëm. Ndërsa projekt buxheti i vitit 2026 po diskutohet në komisionet parlamentare, qeveria nuk e ka zyrtarizuar ende paketën fiskale shoqëruese, që një element të rëndësishëm ka paqen fiskale, ose thënë ndryshe faljen e detyrimeve tatimore për bizneset. Por Fondi Monetar Ndërkombëtar ka rezerva për këtë nismë të qeverisë. Ne kemi frikë se disa nga elementët që bëjnë pjesë në projektin e propozuar nga qeveria mund të zhbëjnë progresin e bërë në administrimin e tatimeve dhe të krijojnë disa rrisje për përmbushjen dhe për drejtësinë. Në situatën kur mungesa e fuqisë punëtore mbetet një ndër problemet kryesore për bizneset vendase, porosia e FMN-s për Shqipërinë është që të reformojë tregun e punës, duke rritur produktivitetin dhe rikthyer shqiptarët në vend. Rritja e produktivitetit është kyç. Nëse Shqipëria është e aftë të rrisë produktivitetin, mund të zbusë efektet negative të emigracionit dhe mund të çojë në një situatë që njerëzit të kthehen në vend. Janë disa fusha ku mund të ndërhyet, si për shembull, arsimi dhe formimi, forcimi i kapitalit njerëzor përmes digitalizimit të kurrikulave në shkolla, përgatitja e mësuesve me më shumë mundësi për trajnime. Nga ana e tregut të punës ka hapësirë për më shumë politika aktive, përfshirë edhe sigurinë që njerëzit të përputhen me tregun e punës. Një rekomandim i vazhdueshëm i FMN-s është edhe heqja e përjashtimeve tatimore për kategori të caktuara. Ne kemi rekomanduar për një kohë të gjatë për një sistem tatimor të drejtë. Sistemi aktual ka një sër përjashtimesh që kanë një efekt pasigurie. Kemi kërkuar që të vetpunësuarit të tatohen me tatimin mbi të ardhurat personale.
kemi një rekomandim për eliminimin e taksës zero për bizneset e vogla dhe së fundmi kemi kërkuar edhe modernizimin e sistemit të TVSH-s, duke reduktuar trajtimin preferencial, harmonizimin e pragjeve dhe harmonizimin me legjislacionin e Bashkimit Evropian. Ministria e Financave është duke rishikuar të gjithë kuadrin fiskal në mënyrë që ta përputhë këtë kuadër fiskal me direktivat dhe kërkesat e Bashkimit Evropian. Kjo do të thotë që do të rishikohen të gjitha normat tatimore për gjatë një periudhe 2 vjeçare, normat tatimore të cilat janë të reduktuara ose janë të përjashtuara dhe nuk janë në linjë me kërkesat e Bashkimit Evropian, të cilat do duhet të parafrohen me këto kërkesa në fund të proceseve integruese. Guvernatori Gendseko nga ana tjetër tha se ekonomia shqiptare do të vijojë të rritet me të njëjtat ritme dhe se inflacioni do të kthehet në objektivin e Bankës së Shqipërisë gjatë vitit 2026. Në këtë pjesë parë të emisionit, ne do të analizojmë pak më gjatë qëndrimet e Fondit Monetar Ndërkombëtar që mbajti pranë në konferencën përmbyllëse të misionit gjatë kësaj jave, por edhe për treguesit e buxhetit të vitit 2026. Dhe në këtë pjesë të parë i ftuari im është drejtori i Qendrës Altax, zoti Eduard Gjekutaj. Përshëndetje Edi, faleminderit që jeni në Kozon. Faleminderit juve. Në fakt, siç e dëgjuam edhe nga kronika Edi, qëndrimi i FMN-s është për një reformë të thellë në tregun e punës si rruga e duhur, po themi, për të rikthyer të larguarit nga vendi që është edhe sfida më e madhe e ekonomisë shqiptare, pra që është emigrimi, por njëkohësisht një fokus i pritshëm në një farë mënyrë ishte edhe rezervat që pati Fondi Monetar Ndërkombëtar për programin e prezantuar nga qeveria për paqen fiskale. Në gjykimin tënd, të dyja këto qëndrime, le të themi si ndër më kryesore, të pritshme në të thëna prej FMN-s? Po, padyshim që FMN-ja është konsistente në ato çfarë i rekomandon dhe i propozon qeverisë për të bërë reformime të thella dhe nisur nga fakti që jemi në vitin e parë të mandatit të 4 të qeverisë, natyrisht që reforma në tregun e punës nuk është thjesht të ketë të bëjë me disa element, por me mënyrën se si duhet konceptuar pjesa e ekonomisë e cila duhet i përfshijë të gjithë. Dhe natyrisht sa i përket formalizimit, pjesa tjetër regulatore, por nga ana tjetër edhe ajo çfarë lidhet me ekonominë, pra diversifikimi i ekonomisë do ta bëjë të mundur që tregu të ristrukturohet duke u përshtatur në ato çfarë ka dhe sfida në përgjithësi ajo që quhet zhvillimi ekonomik i qëndrueshëm. Natyrisht që FMN-ja këtë vit i ka mëshuar tregut të punës, por nuk ka harruar ato çfarë jep rekomandime fiskale që duket që pjesa e disiplinës fiskale ka një stabilitet, e cila duket dhe në buxhetin e vitit 2026 si vazhdimsi, dhe nga ana tjetër ka edhe një performancë të mirë të ardhur për arsye se nga njëra anë administrimi dashur pa dashur ecën vit pas viti, nga ana tjetër edhe formalizimi sado i pjesshëm jep efektet e tij në ekonomi. Por pavarësisht kësaj, Edi, ne dim shumë mirë që sa herë vjen dokumenti më i rëndësishëm ekonomik në kuvend, që është buxheti, ai shoqërohet me paketën fiskale. Ende akoma edhe gjatë kësaj jave nuk kemi një paketë fiskale të zyrtarizuar nga qeveria. Sigurisht që ndryshimi më i rëndësishëm i asaj pakete është pikërisht paqja fiskale që siç e thash, pra dhe FMN-ja ka rezerva. Pse qeveria po themi po hezitohet apo mund të ketë presione në gjykimin tuaj për këtë apo qëndrime të ndryshme për projektin e paqes fiskale? Për ta parë në aspektin e përmbledhur të paketës fiskale, natyrisht që ajo ka disa element përmirësues në veten e saj në aspektin e administrimit, pra nuk ka rritje taksash në aspektin e rritjes normave tatimore, ka elementin e rritjes pagës minimale, edhe pse nuk është efekt direkt fiskal, është efekt ekonomik, ka edhe disa elemente që përpiqet të sistemoj informalitetin në bujqësi, taksën e infrastrukturës për të ulur kostot e investimeve buxhetore dhe disa elementë që kanë të bëjnë me mënyrën se si duhet parandaluar qarkullimi i paras kesh në aspektin e administrimit. Natyrisht, tema e paqes fiskale e cila është në këtë vit e përmbledhur në 2 projekt ligje. Një ligj është ai që është bërë vit pas vitit, të themi, pas janë fituar zgjedhjet ose para zgjedhjeve për pagesën e atyre detyrime me kusht që nuk janë paguar, por me atë lloj, të themi, vazhdimësie që anashkalohet përgjegjësia administratës dhe e biznesit, pasi ka një përgjegjësi pse nuk janë paguar ato detyrime. Nga ana tjetër, paqja fiskale e cila vetvete është një emër i maskuar i amnistisë, në fakt. Është një amnisti e maskuar. Padyshim që kjo nuk është nevojë ta përsërisim, por duhet të thënë që e gjitha kjo krijon problematika për arsye se bie
ndesh me atë çfarë është grup kapitulli ose kapitulli 16 për taksimin, pra në aspektin konceptual, çfarë do thotë që është i papajtueshëm me atë rregullat e Bashkimit Evropian ku ne tashmë çdo vendimarrje kemi në funksion të integrimit. Kjo ka mundësi të kryesore e asaj se çfarë ka një konflikt interesi të themi qeveria. Nga njëra anë, ky është viti që ne monitorojmë direkt, jo thjesht për atë çfarë shkruajmë, por për atë çfarë zbatojmë. Nga ana tjetër, mënyra se si ti përpiqesh që jo thjesht të thyesh tashmë pasi besimit tatimor me këtë shkatërrohet, jo thyet, por duke prur një legalizim të kapitalit me një kosto të lirë. Pra, nuk legalizohet paktën të propozohet që të legalizohet. Bizneseve që s'kan paguar. E gjitha kjo, jo që s'kan paguar, mund të futet edhe kapitali i ri shtesë, i cili nuk do futet me 15%, por do futet me 5%, duke u bazuar mbi një a priori të një norme fitimi që unë nuk e di se nga dalin. Pra, thënë në tërësi të gjitha këto duhet kishin analizat të thelluara, pasi është koha që relacionet të jenë jo thjesht formal për të na treguar se çfarë pasqyrin narrativ, por çfarë janë në të vërtetë sfidat e paketës. Mirë, do presim e do shohim se çfarë forme finale do t'i jap qeveria projektit për paqen fiskale. Ndërkohë, kthehemi pak tek treguesit kryesorë të buxhetit, në fakt që kisha në plan për të diskutuar pak më gjërësisht 8.9 pothuajse miliard euro për të shpenzuar në vitin e ardhshëm. Në gjykimin tënd, Edi, ky është buxhet i vazhdimësisë së vitit 2025, është një buxhet që sjell ndonjë risi, nëse mund të ketë ndonjë emër, apo është një buxhet i stabilitetit? Çfarë emërtimi mund t'i vëmë dokumentit? Në fakt i ka të treja këto që sapo përmendë, për arsye se vazhdimësia ka të bëjë me investimet kapitale dhe në përgjithësi ato programe të cilat në projekte për buxhetin e vitit 2026, të paktën 60 deri në 70% të fondeve të investimeve janë për projekte të mbartura apo të vjetra. Dhe vetëm pjesa tjetër rreth 30% janë për projekte të reja. Çfarë do të thotë që ky është një vazhdimsi, por një vazhdimsi që nuk na është dhënë llogari se si është përdorur kjo para publike, e cila implikon vetvete të ardhur nga taksat, borxhet që merren, qoftë borxhe nëpërmjet formave të granteve apo të kredive apo të eurobondit, por dhe ato se si pastaj efektivizohen në jetën e përditshme. Në tërësi pastaj ka një tendencë të buxhetit për të patur një vazhdimsi të ruajtjes së stabilitetit fiskal, pasi i mëshon një deficit i modest dhe një borxhi publik i cili tentohet të ulet, dhe kjo natyrisht i jep hapësira më të mëdha qeverisë. Për sa i përket pjesës sociale, kjo është një risi, pasi kemi një rritje të shpenzimeve sociale në vitin 2026 në raport me vitin 2025 dhe më përpara, por kjo s'do të thotë që kemi një rritje të shpenzimeve thjesht për pensione. Pra shpenzimet sociale përfshin të gjitha kategoritë në nevojë. Ajo çfarë nuk është apo pjesa që nuk është pasqyruar si duhet, janë mbështetja për bizneset, sidomos për startupet, e cila përmendet në relacion, por nuk ka fonde të dedikuara. Do hym pak më thellë. Këto janë tipare të themi që konturojnë këtë projekt buxhet. Okej. Buxheti është gati 55 miliard lekë apo 500 milion euro më shumë se akti normativ i miratuar së fundmi i 2024-s. Ideja është qëllimi kryesor në fund të ditës i gjithë këtyre shifrave me kaq shumë zero që ne diskutojmë nëpër emisionet tona është këto para do mbetin në xhepat, a do shkojnë në përmirësimin e jetesës së qytetarëve në vitin e ardhshëm? Pra qëllimi kryesor i buxhetit ky është në fund ditës. A sjell në gjykimin tuaj këto shifra, këto zero që ne përmendim 8.9 miliard euro më shumë mirëqenie në vitin e ardhshëm për qytetarin? Po, le të shikojmë sipas shpërndarjes shkurt për sektor, për të kuptuar se sipas atyre çfarë përfiton sektori përkatëse ose ministria, dhe te qytetari. Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, Ministria e Shëndetësisë në vetvete merr buxhetin më të madh dhe aty përfshihen politikat sa të përmirësimit të shërbimeve shëndetësore në referencë të programit të ri qeverisës, por më së shumti merr ato çfarë marrin mbështetja sociale, e cila merr një dimension të ri bazuar dhe kjo mbi programin, dhe sidomos ato fonde që kanë të bëjnë me pjesën e pensioneve, pra duke të themi siguruar atë çfarë qeveria ka thënë për vitin 2026. Kjo nuk ka të bëjë as me rritje të mëdha, por duke qenë se ka masivitet, pra shpërndahet për një pjesë të madhe popullsisë, natyrisht që kjo ministri ka fondi më të madh. Por nëse shikojmë në aspektin social, rritja është më e madhe se viti 2025, por është e tillë që nuk garanton ato lloj treguesish që edhe pse deklarohen nga kryeministri në buxhet ende nuk janë. Pra, ato çfarë janë pjesa e bonuseve në fund viti,
Po, që nuk është e parashikuar. Pjesa e rritjeve të cilën neve kemi analizuar në detaje te Altax për sa i përket kategorive të pensioneve të ndryshme. Që do të përfitojnë rritje. Dhe kjo nuk garantohet në masën 100% me atë fond që ka të paktën buxheti, dhe indeksimi i cilin vetvete është një fond stabil apo themi është rimbursimi për ato çfarë kanë shpenzuar pensionistët dhe nuk mund të quhet në vetvete rritje, është thjesht maksimumi nëse arrin të barazohet me ato çfarë u ka ngrënë inflacioni. Pra, fondi i rritjes të 10 miliard lek, kaq është 100 milion euro, nuk i garanton dot në masën 100% atë që është thënë që do të rriten sipas shumave fikse për çdo muaj 1800 lek për një kategori të pensionit plota, 800 lek për pensionet e pjesme e të tjera. Garanton, ky fond garanton deri në 75% të shumës. Ndoshta me akte normative kjo do të shtohet më tej se do të shikohet performanca dhe mundet na jepet në formë surprizave. Në fakt, ne nuk do donim surpriza, do donim që të kishim të qarta që secili të dinte të bënte llogari. Parashikime që në fillim viti. Për sa i përket ministrisë më të rëndësishme tjetrën, ju keni vendosur Ministrinë e Infrastrukturës me të drejtë, pasi merr dhe pjesën e Luanit në pjesën e shpenzimeve të investimeve kapitale. Në vetvete synohet që ky është një lajm i mirë për kompanitë e ndërtimit të infrastrukturës, të ujësjellsave, ato që ndërtojnë infrastruktura të ndryshme, por përbën një problem për atë çfarë është thelbi i ekonomisë shqiptare, bizneset e vogla dhe të mesme, të cilat nuk kanë shanse të kenë akses në këto fonde, pasi vetë kriteret apo mënyra se si është ndërtuar shpërndarja e buxhetit, natyrisht që ky nuk është një lajm i tillë që i ndihmon ato. Pjesa tjetër, edhe fondi i zhvillimit shqiptar i cili hyn te infrastruktura, dhe duhet të thënë se merr një pjesë, nuk është latent, është merr gati 25 miliard lekë apo 250 milion euro, është i presupozuar të nxjisë ato lloj projektes të harruara deri diku të 100 fshatrave, atë çfarë ka tashmë për paketën e maleve apo të ngjashme kryeministri, por i tillë që hyn te infrastruktura. Ndërkohë dhe sektori i energjisë dhe ujit merr jo pak fonde këtë radhë. Pra, kur themi ujë, kanalizimet ato. Po prapë vetëm ke Ministria e Infrastrukturës. Të gjitha këto, domethënë, janë fonde të cilat në fund të ditës apo në fund të vitit duhet përkthehen në një rritje të mirëqenies. Në fakt, fondet shpenzohen kanë problematika në mënyrën se si ato shpenzohen, si ato fonde që lidhen me fondet e huaja nuk koordinohen si duhet, pasi ka vonesa e problematika të ndryshme. Dhe në vetvete këto nuk prodhojnë mirëqenie për vitin që jemi. Këto prodhojnë mirëqenie në kuptimin afatpeshëm, pasi rimarrja e këtyre investimeve, siç e kemi thënë dhe shumë herë të tjera, do disa vite që të vijë te ajo çfarë presupozohet në ekonomi. Ne vërtet flasim për shifra të rritura të buxhetit, Edi, po çdo vit po shohim që buxheti del me suficit, pra shpenzimet nuk po realizohen. Pikërisht, kjo është problemi i koordinimeve në mënyra se si programet përthithen nga dikasteret dhe ministrit, pasi nuk ka të bëjë vetëm thjesht me Ministrinë e Infrastrukturës. Ndërkohë, ministritë e tjera, arsimi, Ministria e Mbrojtjes merr një peshë madhe për arsyen që tashmë dihet angazhimit në antarësimin në NATO, dhe Ministria e Arsimit dhe e Shëndetësisë, si përmendëm më lart, nuk i mëshojnë më shumë pjesës infrastrukturës, por mënyrën se si duhet të lidhet pjesa në arsim e studentëve me tregun e punës, edhe pse shpenzimet për 1000 laborator, që është premtimi i madh, apo pjesa për kërkim dhe zhvillim, janë ende të pa qarta se si do jenë dhe si do të shpërndahen, edhe pse ministrit besoj kanë bërë planet e tyre. Kemi edhe një rritje të lehtë në fakt të buxhetit për Ministrinë e Bujqësisë. Është sektori për cilin e kemi analizuar edhe më herët që nuk është në ditët e tij më të mira, ka pasur madje të kurrje të këtij sektori, ndoshta apo kemi një rikonceptim të mënyrës se si zhvillohet ekonomia duke u bazuar në sektor të tjerë, apo është mungesë vëmendje, apo është në krizë sektori? Jo, është pjesë që bujqësia nuk mundet dot që me një buxhet 2 qoftë dhe 5 buxhetet e viteve të fundit të ketë pasur ndryshime, për arsye se qoftë paketa fiskale që angazhohet të kompensoj një pjesë të vëshës për fermerët dhe blegtorët. Qoftë pjesa e mënyrës se si këto fonde do të shkojnë për subvencione për naftën, për subvencione për bujqësi, për ujitje, janë shumë mbrapa në kohë dhe janë për masa të vogla me nevojat që bujqësia i ka mbartur vit pas viti. Në fakt bujqësia do thoja unë, krye reforma të paktën për vitin e parë, për arsyen e thjesht që të kthejnë atë çfarë qeveria e ka thënë me gojë, por nuk e ka bërë. Mënyrën se si duhet të organizohet bujqësia dhe blegtoria në kooperativat të tipit modern, mënyra se si duhet të impostohet në tregun rajonal dhe se si fuqia punëtore në të duhet të fitoj atë vlerë të shtuar që duhet i vinë nga eksportet. Të gjitha këto në fakt nuk arrin dot sado qoftë fondi për bujqësinë që kanë diçka rritje,
pasi bujësia problemet e mëdhaja i ka të tilla që nuk mund të zgjidhet dot thjesht me fonde, do një angazhim shumë të madh. Më thuaj një aspekt pozitiv të buxhetit të vitit 2026 dhe një negativ që nuk e kanë parashikuar hartuesit e këtij dokumenti. Pozitivi është që ka një fytyrë më sociale, pra ndërsa pjesa e buxheteve të kaluara ka qenë për kompensime sociale, tashmë ajo kërkon të aktivizojë një sistem të mbrojtjes sociale i ngjashëm me vendet e zhvilluara në këtë pjesë të Ballkanit Perëndimor, nuk është afruar akoma me vendet e BE-s, dhe i tillë që duhet BE-s bën për arsye se ka të bëjë me uljen e fuqisë blerëse, ka të bëjë me mënyrën se si duhet të impostuar në treg dhe duke qenë se ekonomia jonë. Fytyra më sociale, keni parasysh më së shumti rritjen e pensioneve që rritjen e pensioneve, por dhe për shtresa sociale, pasi kemi dhe programe të ndryshme për kategoritë e shtresave nevojëse për gratë kryefamiljare, për fëmijët, e për shumë nën kategori që ka pjesa e mbrojtjes sociale. Pjesa negative është që për ekonominë dhe sidomos për startupet, për pjesën inovative ka pak vëmendje. Flitet shumë. Ne po flasim për ministre. Digitalizimi nuk ka lidhje me këtë aspektin, për arsye se është një nismë e qeverisë për të luftuar nga njëra anë korrupsionin, duke modernizuar mënyrën e operimeve të shërbimeve. Ai merr fonde vërtet të mëdha në raport me çmerte, gati ka arrit në raport me para pak vitesh të marrë 3 herë deri në 4 herë më shumë fonde, dhe prapë dhe ai nuk ka arritur në performancën e tij që të garantojë shërbime cilësore në kohë dhe të pandërprera. Ndërkohë, ndihma për pjesën e transformimit të bizneseve shqiptare, të cilat ka nevojë, apo startupet, është shumë minorere dhe ky është një defekt i madh, pasi ky do të ishte, të themi, ajo pjesa tjetër që pra mungon mbështetja për bizneset inovative. Dhe është lënë prapë vazhdon në fryma, siç e përmendëm në fillim, që të investohet te investimet kapitale, infrastrukture të tjera. Po janë investimet tradicionale, se ne kemi shumë nevojë. Po janë dhe më të dukshmet për syrin e publikut. Më të prekshmet. Ndërsa pjesa elektorale ka qenë shumë e dukshme më përpara, ndoshta sfida e integrimit, e cila tashmë do matet në terren, i ka dhënë një shtytje qeverisë të investojë dhe në aspekte mjedisore, të cilat ka nevojë, dhe në aspekte të cilat i ka pasur jashtë fokusit. Mirë, po me një vit apo dhe me vitin tjetër, po të shikosh PBA-n 2026-2028, nuk arrin dot të bësh dallimin, për arsye se investimet nuk janë vetëm të natyrës buxhetore, duhen forcuar kapacitete, duhen modernizuar sistemet, të cilat qeveria në vetvete me këtë buxhet nuk po na i thotë se do bëj reforma. Do vazhdoj të ndjeki modele e më përparshëm, por me një kujdes më të shtuar në disa aspekte si të stresave sociale dhe të stresave nevojë. Edi, ky dokument ekonomik, buxheti 2026, ai adreson 2 sfidat më kryesore me të cilat po përballet ekonomia në vitet e fundit, plagja e popullsisë dhe emigrimi i shqiptarëve? Po të themi që tenton, pra si të frenosh apo të minimizosh efektin e emigrimit, ka të bëjë me gjithë aspektet që atë kanë shtyrë dhe vazhdojnë ta shtyjnë, dhe perspektiva e ekonomisë ende, siç e përmenda, nuk është e tillë që po investohet në atë drejtim. Pra, duhet të them që nëse nuk investon fuqishëm në inovacion, jo vetëm thjesht me buxhet, por dhe me thithjen e kapitalit tuaj, përdorimin e gjithë geopolitikës, pse jo që nga lufta tarifore, Shqipëria ka pozicionin që mund të shërbesi port hyrëse për investimet amerikane, pjesa e zinxhirëve të furnizimit të çorientuar, të cilës Shqipëria mund të kthehet nga pjesë periferike në pjesë më qendrore dhe duhet të jetë shumë aktive në aspektin e mënyrës se si duhet ndërlidhet me tregjet, dhe me diversifikimin e ekonomisë, e cila vetvete nuk duhet të jetë diversifikim thjesht për hatër të ndryshimit të portofoleve, por për të përshtatur eksporteve dhe tregut evropian, edhe tregut aziatik dhe tregjet të tjera, për arsye se nuk duhet të ketë varësi. Pra e gjitha kjo nuk po shihet, dhe në këtë mënyrë, nëse ti nuk e ke futur ekonominë në mënyrë të tillë që të japë një perspektivë që të rinj din t'i bëjnë ato hesape për veten e tyre, secili natyrisht që ekonomia nuk do arrijë dot të përballojë ato lloj kërkesash, pasi ndërtimi do vazhdoj të jetë fuqishëm, kjo kuptohet. Turizmi, edhe pse nuk pati atë lloj bumi siç pritej, do vazhdoj të jetë, por nga ana tjetër qeveria nuk na thot se si informalitetin, e lidhur dhe me atë që thamë për FMN, tregun e punës do ta luftoj jo e vetme, duhet përfshi gjithë faktorët, për arsye e thjeshtë se po marrim aspektin e pagës minimale, i cili duke u rritur, kuptohet që është një tendencë për të ulur informalitetin në deklarim pagash. Mirë, por në momentin që ti vendos
ti paguash diferencën e kontributeve për 9 muaj. Unë nuk e di nga ka dalë kjo llogari. Nuk e di pse 9 muaj dhe jo një vit. Nga analiza jon çfarë do të thotë ti përballosh. Biznesi në momentin që do rrisi pagat i detyruar me sforco, do të rrisi çmimet ose do të paksoj punonjësit, të dy janë elementet. Moment do rrisi çmimet. Ose do bëj punësime fiktive, të pjesshme, do gjej një mënyrë të reduktoj kostot. Ose do i vete rruga i formaliteti që ka qenë deri më sot, për të themi që kjo po ngushtohet deri diku për arsye se ka një ngushtim të pjesëshëm të atësaj. Në momentin që dorit e çmimit ka presion inflacioniste, para fillojnë avazet të tjera. Dhe kështu që qeveria duhet të jetë shumë e kujdesshme me këto nisma që thotë do e bëj 700 euro pagën minimale në fund mandatit. Tani me biznesin duhet të konsultohet se është ai që i mbar to kosto dhe nga ana tjetër çfarë do rritesh në një ekonomi shërbimi dhe tregtie e cila ka vlerë të vogël të shtuar. Pra nuk arrin dot me atë në marrë fitimi të gjeneroj atë non fitimi që përballoj të kosto që qeveria ja imponon. Në momentin që ti imponon kosto të caktuara, natyrisht që duhet mendosh që jo vetëm do të përballoj diçka më shumë se ç'po të them, për arsye se për këtë ndërmerr nga ana tjetër duhet t'japësh një orientim ndryshe këtyre pjesëve të ndërlidhjes së ekonomisë. Por, në momentin që ti s'po adreson pjesën e informalitetit të paras, e cila ndikon të kursi këmbimit, godet eksportet, nga ana tjetër eksportet s'ka vetëm problemin e kursit këmbimit, ka edhe problemin e tregjeve europiane të cilat të çorientuara e kanë ulur kërkesën për produkte shqiptare, se rritet të themi konkurrueshmëria edhe në rajon. Të gjitha këto qeveria edhe i thot, edhe si thot, pra është në një rrugë të mesme. Edhe një pyetje të fundit, nga çfarë rrisjesh ka ky buxhet? Pra, këto shifra që ne përmendim të rritura, të mbledhjes së të ardhurave, të shpenzimeve, nga se rrezikohen vitin e ardhshëm? Rrezikohen nga të njëjtat sëmundje që nga sa duket qeveria nuk po gjen ilaçin për të dhënë efektivitet. Pra, vonesat në investime kapitale janë të dukshme, por japin efekte, jo vetëm në mënyrën se si ato duhet japin nxitje aty ku janë planifikuar, por edhe në pjesën se si krijojnë mungesë efektiviteti kur bëhen pasi të bëret me nxitim apo në forma klientelizmi, pasi dihet që buxheti në pjesën kryesore të tij është klientelist në aspektin që mënyra si është ndërtuar, natyrisht që kjo krijon një problem të madh për sa i përket asaj çfarë do të japë zhvillim apo nxitje e ekonomisë. Nga ana tjetër, mënyra se si politikat vazhdojnë të bazohen jo mbi qëllime afatgjata, por më së shumti ende qëllime të ditës, edhe pse e detyruar tashmë qeveria për shkak të integrimit të japi një vizion më afatgjat, natyrisht dhe këto politika nuk prodhojnë dot efekte gjatë. Këtu kam parasysh administrimi, sidomos të mënyrës se si administrohet territori, mënyrës se si administrohet në përgjithësi pjesët fiskale dhe ajo çfarë lidhet pastaj me mënyrën se si administrohen sektorët më jetik, si arsimi dhe shëndetësia, të cilët kanë probleme në mënyrën e transformimit të tyre cilësor. Marrin buxhet, por nuk e japin efektivitet dhe ne shikojmë që problematikat vazhdojnë të bëhen më të thella për arsye se vitet që avancojnë e rrisin sfidën, nuk e zvoglojnë. Edi, unë falenderoj që ndave me mua këto opinione. Faleminderit juve. Nderuar miq, ne kemi një shkëputje publicitare. Do vijmë të flasim në pjesën e dytë të emisionit sërish për buxhetin, por duke e parë nga këndvështrimi një prej sfidave më të mëdha që është largimi i shqiptarëve jashtë vendit. Do të flasim konkretisht për programin e qeverisë të lançuar një vit më parë të paketës së maleve. A mjafton ky program për të rikthyer shqiptarët e larguar në vend? Vetëm pas pak do sjellim historinë e njërit prej tyre.